Gjithçka që kam filmuar nga dita e hënë. Në mëngjes kam filmuar dhomën ku ham bukë të puna dhe vendi im i punës. Përshëndetje YouTube-i, atëherë për gjithë ju që më shikoni për herën e parë, unë jam Mirsa dhe ky është vlogu im i 7 më duket, i 7. Do të thënë jam në fillimet e mia, kështu më ndihmoni me një subscribe. Atëherë unë nuk kam filmuar ditën e hënë. Filmimi i fundit ka qenë ditën e diel nga pishina dhe sot e hapa kamerën për treguar që do përgatis një sallatë me oktapod. Do bëj dhe gjithashtu dhe byrek do i bëj në furrë. Unë byrekët i kam bler të gatshëm se ka qenë java greke ke Lidl-i, dje nuk bëra nga këto supermarket hall, po bleva disa gjëra greke dhe mora oktapodin që do bëj sot, mora edhe byrekët që do i bëj në furrë gjithashtu, oktapodin do ta bëj sallatë oktapodi, do ju a tregoj. Byrekët thjesht do i pjek në furrë, do i vë çik gjalp sipër se mendoj se mund dalin më të mira. Unë zakonisht byrekët i bëj vetë, po kur që ke dhënë punë është vështirë ti bësh dhe vetë, mezi më del koha për të bërë ca gjëra të tjera që nuk e gjej dot gatshme. Atëherë të puna po ja kaloj shumë mirë, kolektivi është shumë i mirë, lodhem goxha. Po rëndësi ka që kolektivi është shumë i mirë, janë gjithë fol qesh, një grua që ka vite që punon aty, erdhi me pushime, kishte qenë me pushime dhe erdhi sot është ditën e parë dhe na kishte sjell një ushqim tradicional turk. Nuk e di se si quhej, po më duk si tip tacos, pak a shumë, domethënë kjo ishte ideja, ishte ajo peta, do vije sallatë dhe kishte përgatitur bulgur me sa kuptova unë nga shija. Kishte përgatitur edhe bulgurin e kishte bërë me speca, me qep, me erza, po kishte edhe shumë erza pikante. Dhe ato gjitha po e pëlqyen shumë edhe po më thoshin merr se ajo kishte sjell një tas të madh për gjitha dhe nuk ju aprishja dot. Më pash se nuk po më pëlqente në sy, mora. Reagova sikur më pëlqejve shumë, e thash shumë mirë, të lumshin duart. Po me zia hëngra, nuk e di domethënë si gatimi shqiptar nuk ka. Ndoshta edhe zona Italisë, zona Greqisë që ne jemi mësuar me gatimet e atyre se jemi afër, po nuk e di ajo gatimi që kishte bërë ajo ishte, nuk e di se si u pëlqente këtyre dhe u mahnitën shumë dhe mund të kenë ngrënë, o zot i madh nuk pushonin duke ngrënë, e lan bukën e vet e futën në çantë, çka kishin marrë fruta, bukë, tost e gjëra, unë sot kisha marrë dhe një tost. Dhe po më thoshin lëre, ha këtë se është shumë e mirë, po ajo nuk haj. Tani do ju tregoj sallatën e oktapodit, do ju tregoj edhe byrekët, dje morëm gjithashtu edhe një kuti sushi, atë hëngrëm mbrëmë darkë, kështu që i kam bërë thjesht një video të vogël, do ju tregoj edhe atë, ose do e vendos në fillim të vlogut atë. Edhe ditën e njëjtë kam marrë leje të puna, kam marrë ditën e pushimit, kam marrë edhe burri se do ikim te zyrat huajve, kemi lënë takim, do ikim të marrim lejen time të qëndrimit dhe të punës, do ikim të marrim gjithashtu dhe lejen për kursin falas gjermanishtes. Gjithashtu në orën 3:45 kam edhe një ekzaminim shëndetësor në Hamburg të një doktoresh. Ai është pak i vështirë, kam pak me siklet, po do ju tregoj më tepër ditën që do jem duke ikur aty. Kështu që do ju tregoj sallatën e oktapodit sot dhe byrekët kur të piqen dhe do ta mbyll me kaq vlogun për sot se nuk do kem një gjë interesante tjetër për të bërë. Ju put shumë gjithëve. Atëherë kam vënë një tenxhere me pak ujë të ziej dhe tek ajo do hedh majdanoz. Okej, tani do ta lëm ujin të vloj dhe do rikthehem përsëri. Atëherë se shikoj mu i ka vluar dhe tashmë do i hedhem oktapodin. Oktapodi ishte ke ujë vetë dhe duke goxha i pastër, por gjithsesi për merak unë kam shplar. Tani oktapodin e lëm të ziej diku rreth 20-30 minuta, ndërkohë një kokër limoni
i marrim lëngun edhe unë limonin e kam hedhur te oktapodi se thjesht i jep shije më të mirë. Është limon bio, kështu që do japë shijen më të mirë. Me lëngu limonit, me vaj ulliri edhe me krip dhe unë i hedhe pak piper, më bën atë salcën, e bën njëjtë si salca që përdoret për krudo. Unë ja hedh këtë salcën gjitha sallatave, frutave të detit, mikse, oktapodi, gjitha sallatave, do të çfarë është frut deti, unë gjithmonë përdor këtë salcën. Bëhet shumë e mirë. I hodha edhe pak vaj ulliri, sepse në bazë të vajit të ullirit kjo trashet, besoj se duket nga videoja që është trashur mjaftueshëm. Tani kam vënë byrekët që të piqen, po kisha ngatruar tepsin. Kam menduar se brenda aty ishin 2 byrek dhe mora një tepsi të vogël, por ishin 4, kështu që kam marrë një tepsi pak më të madhe. Kam vënë dhe pak letër pjekje dhe kam vënë të 4 byrekët që të piqen. Byrekët i kam pjekur diku te 15 minuta me 180 gradë, se unë gatrova. Në sipër ju kam vendosur pak gjalp, nuk i kam hedhur vaj. Mendova t'ju vendos pak gjalp nga që dalin më të mirë, po ju kam vendosur shumë pak. Domethënë nuk e di, këtu në video duket pak më tepër, po janë disa kuadrate shumë të vogla, nga një kuadrat secilit. Atëherë, si duket, oktapodi ka marrë val, ka zier, edhe të salca kam hedhur majdanozin e grirë, e kam grirë pak më përpara. Dhe tani do nxjerrim oktapodin nga uji që ta ndajmë në disa feta më të vogla, se nuk preferoj gjithmonë që ta kem të ndarë në racione më të vogla që mund t'i konsumoj direkt, jo t'jenë copa shumë të mëdhaja, se nuk po di se të shprehem. Atëherë sipër, unë i hedh këtë salcën tani me vaj ulliri, limon, krip dhe piper dhe majdanoz dhe do i fus në frigorifer derisa të shkoj ora për të ardhur Bruno nga puna dhe t'i konsumojmë për treg. Ndërkohë dhe byreku do jetë gati deri atëherë, kështu që kjo është përfundimi. Përshëndetje YouTube nga dita e mërkur, unë kam ardhur të puna, është ora 7 pa i çerek, po nuk ka ardhur asnjë, kështu që më dha mundësia të rri pak jashtë edhe ndërkohë t'ju bëj një video për ju. Atëherë për drek kam bërë vetëm sardele në furrë dhe sallatën e gatshme. Kjo është dreka për ditën e sotme. Përshëndetje YouTube nga një ditë tjetër. Atëherë unë jam bërë gati, jam zgjuar, unë brëm nuk kam fjetur fare, pothuajse që mund të kem fjetur në orën 4 të mëngjesit dhe jam zgjuar rreth orës 6 sot. Kam bërë një dush, bëra make-upin, jam bërë gati edhe sot tani në mëngjes do nisemi të shkojmë te zyra e tuajve. Kemi marrë pushim ditën te puna. Do shkojmë atje se do marr lejen e qendrimit, do marr gjithashtu edhe lejen për të vazhduar kursin falas, sepse janë aprovuar dhe kam lënë terminin që të shkoj të marr sot. Gjithashtu, arsyeja pse kam ndenjur pa gjumë mbrëm ka qenë se sot rreth orës 3 kam një ekzaminim mjekësor, citoskopi quhet. Për gjithë ju që nuk e dini, është një ekzaminim i fshikës së urinës dhe uretrës.
dyshohet që kam gur aty brenda dhe unë deri pak më përpara mendoja se bëhej me vetdije. Mbrëm darkë po shikoja shumë video në YouTube dhe kuptova që bëhesh nëse me mpyrje lokale ose me vendosje në gjumë. Dhe mbrëm darkë po lutesha që t'ishte me vendosje në gjumë, sepse të gjithë mjekët thoshin që nuk ka dhimbje, ndërkohë po të ngjoja pacientët që e kishin bërë, thoshin gjithë dhimbjet janë 10/10. Dhe nuk e di se si do kryet procedura, se nuk kam pyetur, do pyes sot kur t'iki. Më ka dhënë gjithashtu po lexoja atë formularin që më ka dhënë për plotësuar mjekja dhe kishte shumë gjëra që më trembën se thoshin që nuk është, domethënë, në momentin që zbulohet që ka gur, automatikisht më firmos tek ai formulari që të futëm direkt në operacion, domethënë operacion. Hiqen me citoskop, nuk është me çarje, po thoshte operacion aty, surgery. Kështu që u tremba pak edhe është ajo dita që nuk e di, kam shumë frikë. Nuk dua ta shpreh shumë që kam frikë, ndaj kam bërë të make-up që t'jem pak më, shpresoj mos të më prishet fare. Edhe vazhdojmë ditën dhe ju t'regojmë vazhdim pastaj çdo gjë. Me makinën time, unë bëra shpenzime, me për benzinata, po më kalon ata. Shishe alkoholi, mëndja më doli, duke ndikur vajze, bëra karambolin. Bukuria ime, të bërë shpenzime, s'ka më dhë kejpi, prishe Mercedesi. Bukuria ime, të bërë shpenzime, s'ka më dhë kejpi, prishe Mercedesi. Përshëndetje YouTube, atëherë tani është mbasdite, po afron ora që të bëj citoskopin dhe jam poshtë pallatit ku është doktoresha, po hanem diçka me burrin, se kemi qenë gjithë ditën rrugëve sot. Morëm ato të kursit, morëm lejen e qëndrimit, shkuam, më interesuam të 2-3 kurse. Problemi është që të gjitha kurset ishin në orarin paradita. Unë paradita jam në punë, tani do interesohem dhe të 2-3 kurset tjera. Do shikoj dhe mundësitë që kam me ata të punës, po këto ngelim për pak më vonë. Tani po afron ora, është ora 3, edhe gjysmore unë do futem për citoskopin. Nuk e di se sa do jem në gjendje që ta hap kamerën pas bërjes këtij ekzaminimi, por nëse do jem në gjendje patjetër do ta hap, do ju informoj se sa e vështirë ishte, flokët e mia që janë bërë se këtu bie shi. Kur dolëm me diell, edhe tani ka filluar shiu. Nuk e di ç'a t'ju them tjetër, po nuk më mund të që kam folur sot, se kam qenë shumë pa gjumë, shumë emocionuar, shumë frikë, shumë gjitha ndjesit bashkë. Kështu që këtu jam te dhoma mjekes dhe po pres që të kryej procedurën. Erdha, kjo është dhoma ku do kryej procedurën, citoskopi dhe çdo gjë tjetër. Kam shumë frikë. Sapo kam bërë mpyrjen edhe ishte goxha e dhimbshme. Tani të pres që mpyrja të funksionojë edhe vazhdojmë. Tani po pres që të vi momenti që të vi mjekja, se e kuptoj që mpyrja ka funksionuar edhe jam pothuajse e mpyrë. Jeta o që shtu dikush e ko, dikush se ko. Qa me bo. I love you so, merë unë një mesazh. Faleminderit po Duaj një donor për të festuar lajmin e mirë.
Atëherë unë sapo kam ardhur në shtëpi, kam mbaruar çdo gjë, ekzaminimi doli shumë mirë, doli gjithçka perfekte, tha mjekja është shumë rregull, nuk doli asgjë nga ato që dyshonim. Jam shumë e lumtur për këtë. Dhe si procedura ishte e vështirë vetëm moment bërja e gjelpërës në pjersa, po pasi bëra atë, ndenja diku te 20 minuta dhe gjatë procedurës nuk kam ndier asnjë dhimbje. Kisha parë shumë video në YouTube, shumë veta që thoshin ka dhimbje të tmerrshme, dhimbje nga 10 në 10, po me të vërtetë që nuk kam patur dhimbje fare. Ndoshta ndikon edhe fakti që jam në Gjermani, normale, ndoshta pajisjet janë më të mira, po nuk kam ndier dhimbje fare, ndoshta në pjersi ishte shumë e mirë. Po mendova se kam ndenjur kot pa gjumë bram nga frika. Tani po e mbyll për sot të vlogun, nesër mendoj do ikim punë. 90% e sigurt jam që do iki, vetëm nëse kam ndonjë komplikacion gjatë natës, tha mjekja. Dhe shihemi nesër. Mirëmëngjes, nga një ditë tjetër. Atëherë djem duket sikur do ikam punë sot, se nuk kisha dhimbje. Ndoshta ishte edhe pak efekti anestezisë. Po sot mëngjes kam patur goxha dhimbje nga ora 3:30, jam ngritur nga gjumi dhe kam patur tmerrsisht dhimbje. Këto dhimbjet më sa lexova janë normale dhe kjo ka qenë arsye që doktoresha në fakt më pyeti nëse dua raport. Po unë doja t'i kam punë dhe nuk marr raport. Tani kam ardhur te mjekja familjes. Do diskutojmë atë si problem, do marr raport besoj vetëm për sot. Edhe do i këtë hënën në punë. Me atat punës fola, më tha nuk ka problem, thjesht me raportin që paguhet pushime. Edhe tani është ora diku te 7 pa i çerek edhe duhet të çerekore. Të hapet mjekja familjes, të hapet klinika. Kështu që kisha kohë për të bërë një video për ju, edhe do ngjitem lart tani se besoj ka pak radhë tani mëngjes. Atëherë kjo është qendra shëndetësore, hapet në orën 7:30, kështu që do pres këtu. Dhe dhoma e pritjes te doktoresha, ekrani ku thirret emri, çdo. Sapo dola nga klinika, nga doktori, edhe mora raport për ditën e sotme. Gjithashtu kam marrë edhe një letër që të flas me një person specializuar, të më ndihmoj për si mund të menaxhoj peshën time, si mund të bie pak nga pesha, se doja t'rregoj në një vlog tjetër, arsyeja e peshës time është më shumë shëndetësore dhe për këtë arsye e mbështes te siguracioni shëndetësor. Kështu që besoj se më në fund do ja arrijë, me që nuk e arrita me nutricionistët në Shqipëri t'ja dalë të bie nga pesha. Kam patur konsulta me nutricionist, me disa, kam marrë nga pesha diku te 20 kg, por i kam marrë përsëri. Dhe kjo për shkakun që kam përdorur shumë kortizon, kam përdorur shumë kontraceptiv, unë vuaj nga PCOS-ja dhe kjo më bën që ta kem shumë të vështirë humbjen në peshë, që të marr peshë shumë shpejt. Kështu që për gjitha gocat me PCOS, peace. Duhet të mësojmë me këtë gjë. Unë jam mësuar me këtë gjë, nuk më bën më përshtypje. Dikura kam patur kompleks të vetja, po tashmë nuk e kam më një kompleks. Po kur është mundësia, pse jo? Biesh nga pesha, është gjë e mirë, të shkosh aty ku duhet. Më shumë për anën shëndetësore, po pastaj edhe për estetike normale. Tani do bëj një sallatë. Kam marrë si kjo sallatën. Kam marrë një salsë për sallatë. Kam marrë misër, tonën e kisha, ton peshku. Do shtoj gjithashtu edhe ullin. Edhe këta më ndoj të shtoj. Taj sallatën si ullin. Salatën e kam marrë mikse, ka karota, ka salat lakër, ka salat jeshile, është salat mikse.
Tani është ora diku të 11, po unë da ha këtë deri në orarin që do vi Bruna nga puna. Edhe për drejt do bëjmë grosh. Në kaluar diku të 4 ditë që s'kemi bërë grosh, kështu që tani që gjithë të së prishëm të. Una e shumë të misren, e kam shumë qef, edhe po mendoja mirë të merja në këto salatët e gatshme, po shikoja çmimin që ishte diku të 3 euro e ca. Edhe prapë kishte të gjëra që mua nuk më pëlqenin në sallatë. Edhe thash sa të harxoj 3 euro e ca, më po bëj gjërat, edhe po bëj vetë. Edhe kështu të s'pesoj se prishet. Tonin e kam nga këto tonet me ujë. Kështë lashe aty. Një moment sa të heq pak të lëngun. Edhe me dhe tonin. Unë zakonisht salatës, kur e bëj që ha vetëm salatës gjë tjetër, i hedh patjetër ose ton ose fileto pile. E kam shumë qef, edhe për me ton është më e thjeshtë. Fileton një nuk da ziesh, e duhet ta skuqësh pak. Ta hedhë çik shumë ton. Po do e ha fat prandaj të bëj në këtë mënyrë, do e ha vetëm salatën. Një hedhë dhe një 3-4 ullin, dhe marrë një luk tjetër se e duga me tonë. Këto ullin janë shumë të mirë, i kam marrë të Lidl dhe janë firmë italiane më s'do boj. Janë me vërtet shumë të mirë. Unë e ha dhe shumë ullin. Okej. Edhe këtë, besoj që nuk do ketë nevojë për krip edhe për diçka tjetër, kështu që do e provoj një vetëm me këtë, se më sa shoh kjo ka krip. Që se ka nevojë, po se do jetë edhe pak krip, ose vaj ulliri. Është ora diku të 4, unë sa po vipa në makinë se do ike të marrë burën nga puna, ta marrë, do më thënë kur është ai, unë nuk jam asnjëherë në demon, se gjithmonë e gjen një vërejtje për mua, nuk e di dhe sa goca tjera ka kështu. Unë ka marrë patentën, mund të kem, okej, kam diku të 6 vite, 7 vite ndoshta që e kam patentën. Po, pra, burrim gjën gabime për mua, edhe pse më duket sikur e ngas shumë mirë, e di të gjitha rregullat. Patentën e kam marrë vetë, kështu që nuk e di dhe sa goca ndihen kështu. Tani dua, është njëra nga gocat, unë kam shumë goca që më kanë dhëruar shumë dashuri, edhe shumë faleminderit që më suportoni kaq shumë edhe pse nuk njihemi, por është njëra që më ka komentuar që të vlogu parë dhe më komenton në çdo vlog, dhe të vlogu i fundit më tha që do donte shumë që t'ja përmendja emrin dhe ta përshëndesja ke vlogu im, dhe kishte dëshirë edhe ajo të hapte vlog, po nuk kishte gjetur guximin brenda vetes. Kështu që i them Manjola, gjeje guximin, se dashuria që merr kur bën vlog është shumë e madhe dhe ka një kënaqësi që nuk ta dhuron asnjë gjë tjetër. Vërtet goca ka shumë që bëjnë vlogje, edhe secila ka të veçantinë e vet. Unë e mendoj kështu, është një si Instagrami, është një botë që mund të futet kushdo, është i lirë kushdo ta bëj, por nuk i humbet shkëlqimin asnjëras. Domethënë, sa më shumë goca të ketë që bëjnë vlogje, prapë secila ka vendin e vet dhe shkëlqimi nuk i humbet askujt. Tjetër, mami im që merr.
Tjetër, doja të thosha që është një dashuri shumë e madhe që merr. Unë jo më larg se sa sot kam biseduar me një gocë që jetonte në një rrethin të Hamburgut edhe ajo. Dhe në një qytet shumë të bukur ku atje ka deta dhe njerëzit mendojnë të shkojnë për pushime këtu në Hamburg. Dhe kam biseduar me ato diku te 1 orë ndoshta, kemi folur me voice dhe me vërtet që është një dashuri dhe një ndjesi shumë e bukur që të shikosh që njerëz që ti nuk i njeh në jetën reale, gjen ai shumë ngrohtësi tek ata dhe flet ai shumë me ata. Dhe ju falenderoj shumë të gjithëve që më dhuroni kaq shumë dashuri. Shumë faleminderit për çdo fjalë të mirë që më thoni dhe mendoj se jam shumë e fat që deri tani nuk kam asnjë vërejtje nga askush ose asnjë koment negativ, edhe pse kam menduar që edhe ato negativet ndihmojnë që të rritesh më shumë se normale një vërejtje, një gjë do vinë duke përmirësuar pastaj. Po shumë faleminderit që më keni kuptuar edhe më njolla gjeje guximin dhe hape vlogun se është gjëja më e bukur që mund të bësh. Gjen motivim brenda vetes për të bërë gjëra të bukura. Ama thjesht një këshill që unë e kam marrë edhe nga shumë persona të tjerë i vetvetja. Unë këtë jam munduar të bëj, jam sa më shumë vetvetja, nuk më pëlqen shumë të reklamoj, se mund të reklamosh vetëm gjëra të bukura, vetëm gjëra luksi, vetëm kur ikëm në pushime ose vetëm gjëra të tilla, po unë kam zgjedhur që të hap vlogun çdo ditë dhe çdo ditë të përshëndes, tregoj ato gjërat e mia, më shumë kam treguar çdo ditë kam treguar gatime se unë aty e gjej veten, ajo është gjëja që më pëlqen për momentin, pëlqej shumë edhe udhëtimet, por për momentin nuk kemi patur plan që të bëjmë ndonjë udhëtim të afërt. Kemi disa udhëtime në mendje, por nuk e di se kur mund t'i bëjmë. Kështu që ju përshëndes shumë gjithave dhe ju dua pafund. Atëherë, përshëndetje nga një ditë tjetër. Sot do bëjmë musaka, na duhen patate. Kam marrë një patlıcan, do ta përdor vetëm te pjesa ime, se burri nuk ka ha fare patlıcanin. Një kokër qep. Qepën kam përdorur gjysmë, salcë domate me barzilok. Kam përdorur një mozzarella, kam përdorur djathë guda, qumësht, një kokër vezë për beshamelen, edhe mish i grirë se e kisha lënë pak larg, e kisha lënë të shkrinta. Dhe do fillojmë me përgatitjen. Atëherë përgatitja e kësaj drekës më ka shkuar diku te 25-30 minuta, por gjithsesi unë kam bërë këtu me shpejtësi pak më të madhe dhe se normal nuk ta lejon videoja që ta postosh aq të gjatë, se i bie të postohet vetëm kjo. Kam qoruar patatet dhe për pjesën e ragus kam përdorur mishin, kam skuqur qepën, i kam hedhur mish të grirë, i kam hedhur piper dhe salcën e domates. E kam vënë me kapak dhe pastaj kam kurse për pjesën poshtë kam shtruar një shtresë me patate. Patatet më përpara i kam prerë në rrethore dhe i kam skuqur. Pastaj kam skuqur edhe patlıcanët. Domethënë, ideja është një shtresë patate, një shtresë ragu, një shtresë patlıcan dhe pastaj kam hedhur mozzarellën, kam hedhur beshamelin edhe djathin guda. Tek beshameli kam skuqur pak miellën me gjalp, i kam hedhur qumësht, i kam hedhur pak krip dhe pastaj i kam hedhur një të verdh veze, i kam hedhur gjithashtu edhe gjalpin mbasi e kam hequr nga zjarri. Kjo ishte përgatitja edhe kishte dalë perfekte, kishte dalë shumë e mirë. Vërtet që ja vlente, po të raguja kam përdorur edhe hudhrën, se po e shoh tani dhe e harrova ta përmend. Dhe kishte dalë fantastike. Domethënë unë nuk e kisha provuar asnjëherë musakan, doja të bëja lazanja, po ishte një vërejtje nga ana mamit që me që e ke bërë javën e kaluar lazanjën, provo të bësh musakan. Unë kur e kam parë nëpër vende të tjera nuk e kam provuar asnjëherë. Po me vërtet që ja vlente, ishte shumë e shijshme, shumë e mirë. Madje rekomandova edhe shoqes time, i thash që bëje patjetër nesër se ishte fantastike. Nuk e di, mua më pëlqeu jashtë pase shumë. Kështu që provojeni.
Ja. Oh, stop. Wat is er hier dan? De Margo. Até lá vem. Vou dar capa shumë shpejt, kupton? S'ka më si gjë, vetëm harxhum lekët. Atëherë, sapo kam ardhur në shtëpi, këtë herë nuk kapëm më si gjë ke lodrat, thjesht harxhum lekët kot, u bëra pishman që shkova madje, isha përgatitur që të merrja një lodër në shtëpi. Do thoni ju jam e madhe, po kur që ti këtë blej lodra, nuk i këtë blej. Po kur i fitoj aty, nuk e di, është një ndjesi tjetër komplet. Herën e parë, vitin e parë, do më thënë që kanë ardhur, unë kam qenë këtej edhe kemi fituar këtë. Një puthje për të gjithë ju. Edhe kur është këtu dhe këndon, nuk i kam hequr as etiketën madje, se nuk është se i përdor, thjesht kam atë dëshirën kur momentin që e fitoj. Edhe kemi pas fituar edhe një Batman, duket zi, Batmani duhet jetë, po atë ja kemi pas dhënë një pavët brunës, sa çuna. Edhe këdo me kemi fituar lodra, sa herë kemi qënë, kështu që këta herë erdhëm në shtëpi duar bosh. Tani unë do ta mbyll këtë vlogun se ka shkuar goxha gjatë, mos gaboj do ka shkuar diku te 40-50 minuta. Dua t'ju them faleminderit për çdo like, për çdo subscribe, për çdo koment që më keni dhënë. Faleminderit për çdo minutë që kaloni duke parë vlogjet e mia dhe do ju lutesha të më bëni një subscribe, vetëm kështu e ndihmoni kanalin tim të rritet sa më tepër. Kështu që klikoni te zilja dhe bëni subscribe. Unë po mbyll vlogun këtu, nuk besoj se do filmoj më sot, kështu që natën e mirë. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you.
content creator making videos.